Ish finalisti i Big Brother VIP Albania Armir Shahini, i njohur për publikun si Miri, ka reaguar me humor ndaj mesazheve që sipas tij merr vazhdimisht nga ndjekësit për pushimet e verës. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, këngëtari tregon se këtë sezon ka zgjedhur t'i kalojë pushimet në jug të vendit mes pushuesve të zakonshëm, duke sqaruar se nuk është nga ata personazhe publik që kërkojnë luks apo privatësi të tepruar. Ka marrë disa mesazhe në inbox se ku i bën Miri pushimet. Miri pushimet i bën në Ksamil, i bën në Sarandë mes njerëzve. Kujtojnë se unë shkoj në privatësi në vendet e luksit. O njerëzit e mi, unë i bëj pushimet ja këtu mes njerëzve dhe nuk e kam problem fare, shprehet ai në video. Miri, i cili u bë edhe më i njohur pas pjesëmarrjes në Big Brother VIP Albania 5, ku arriti deri në finale, ka zgjedhur edhe këtë verë të jetë pranë publikut, duke ndarë momente të thjeshta nga pushimet e tij në Bregdetin e Jugut. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.